Identiteti shqiptar ndërmjet lindjes dhe perëndimit do t'jetë tema për cilën do të flasim këtë javë në emisionin Voyage. Cilat janë shtyllat më të fuqishme të identitetit shqiptar? Si ka mbijetuar ky identitet përmes pushtimeve dhe pashtet kombëtar? Nga Roma dhe Bizanti deri tek perandoria osmane. Kush thot se identiteti është i murosur në kohë dhe se shqiptarët i kanë takuar dhe i takojnë për periudhë më të gjatë perëndimit se sa lindjes. A ishim ne, shqiptarët, me themelet e qytetërimit të sotshëm evropian? A është Skënderbeu dhe shteti i Arbrit vula e identitetit evropian dhe perëndimor të shqiptarëve? Diskutim në studio me akademik Muhamet Mala, historian, Gjevat Loshi, studiuesi gjuhës dhe kulturës shqiptare, si dhe Fadil Maloku, profesor universitar dhe sociolog. Identiteti shqiptar ndërmjet lindjes dhe perëndimit, të dielën në orën 25 në Radio Televizionin e Kosovës.